Pas incidentit të dhunës ndaj gjestit në shtëpinë e famshme në Shqipëri, Jozi jo vetëm që është përballur me kritika të ashpra, por edhe me kërcënime se nuk do të pritej mirë në Kosovë. Megjithatë, duket se këto paralajmërime nuk e kanë ndalur atë. Disa ditë më parë, Jozi është parë duke marrë pjesë në një aheng familjar në Gjakov, ku ka qëndruar mes njerëzve dhe është dukur mjaft në disponim. Në foton që është bërë publike, shikojmë disa njerëz rreth Jozit duke kërcyer dhe duke marrë valle, ndërsa fytyra e Jozit i tregon të gjitha, duke treguar se është mjaft i lumtur dhe se ndihet si në shtëpinë e tij në Kosovë. Nga ana tjetër, na do të themi se Jozi është një personazh që e ka ndarë publikun e dysh. Disa e urrejnë dhe disa e pëlqejnë atë. Ndërsa na duhet t'i rikujtojmë se Joz Marku krijoi një lidhje brenda shtëpisë së famshme me Loredana Bratin, lidhje e cila me sa duket është pikërisht si ajo me Seglit dhe Gjestit. Asnjë nga të dy nuk ka pranuar se janë akoma bashkë apo janë ndarë, por se çfarë ndodh e dinë vetëm ata të dy.